Përshëndetje dhe faleminderit që keni ardhur të vizitoni kanalin tim. Dhe në qoftë se nuk e keni abonuar, ju lutem mos harroni të abononi. Edhe atë gishtin sipër, lutem, dhe kokën lart. Faleminderit dhe kalofshi sa më mirë. Video vazhdon. Përshëndetje. Si që shoh, mirë po ja kaloni dhe mirë që ngeni. Vazhdoni kështu. Sot do t'ju flas në një video të shkurtër për të mirën dhe të keqen, ose për të mirët dhe për të këqijt. Dhe është e mundur që të eliminojmë njërin ose tjetrën. Të mirën ose të keqen. Ose si mund ta mundim të keqen, sepse të gjithë janë të prirur, të duan të mirën, ose të mirët. Atëherë, e keqja, është të quajtur e keqe, që ne me anë të mendjes e perceptojmë të keqe, si veprimet, apo njerëz, apo gjëra. Ajo ekziston sepse ekziston e mira. Perceptimi tjetër që ne kemi perceptim për të mirën dhe për të keqen. Në fjalë, njëra patjetër nuk ekziston dot. Kështu që kur njëra ekziston e tjetra, sepse nuk duhet harruar, këtu në tokë ne jemi në një botë duale. Që ka të dyja polet e kundërta, sikurse dhe magneti, plusin dhe minusin. Kështu funksionojnë çdo gjë tjetër. Edhe kush është Chelsea? A ka një Chelsea? Patjetër që ka një Chelsea. Chelsea është tek secili nga ne brenda. Edhe Chelsea është ky. Të gjem balancën, mesin e artë. Për çfarë mesi po flas? Asnjënës të shkosh të qëndrosh në pozicionin e vëzhguesit. Si atë që e quajmë të mirë, edhe që atë që e quajmë të keqe, thjesht ti vëzhgojmë. Pa i qortuar, pa dhe në mendime ose pa argumentuar kështu ose ashtu, thjesht duke vëzhguar. Dhe kur qëndron kur gjen qendrën, do të thotë as kjo e mira, as kjo e keqe, fjalë nuk ndikojnë dot në ty, nuk kanë fuqi mbi ty. Me pak fjalë akoma, më thjesht, me fjalë mendja nuk më komandon mua me. Mendja ose dhe uni, është i quajtur egua, ditur në shumicën e gjuhëve, ato janë veglat e mia, instrumentat e mia, nuk janë ato që më orientojnë dhe më tregojnë dhe më thonë ku të shkojë, çfarë të bëj, si ti shohë, si ti perceptoj. Prandaj, kjo është shumë e rëndësishme të gjem mesin, balancën. Dhe balanca gjihet jo diku këtej jashtë. E kam thënë edhe në për video tjera. Balanca gjihet në secilin nga neve brenda. Por, si mund të arrihet kjo? Duke dalë dhe patur kontakt me natyrën, me tokën mëm, edhe duke mos harruar të ekspozohemi sa më shumë dhe në diell, të thithim edhe këto parfuma të mrekullueshme që shohen nga pylli, nga lloj peme, sikurse mos harrojmë dhe kontaktin. Kanë spasur. Po unë tash jam mbi dru këtu po. E ka fjalën për në tokë, ose edhe në ujë. Edhe, pika tjetër është të shkoni dhe të mundoni të shkoni në qetësi absolute këtu brenda. Të krijoni atë boshllekun, të hiqni mendime, qetësi absolute, të eliminoni mendime të cilat na rretullojnë, na vinë vërdall mbi 50 minutë ditët. Me fjalë, ti qetësojmë ato, ti lëm të pushojnë, edhe të dëgjojmë vetën, të dëgjojmë zërin e brendshëm. Sepse ai flet tërkohën. Por ne kemi shumë zhurmë, plusin nga zhurmat e jashtme, por kemi edhe shumë zhurmë këtu brenda me gjitha këto mendimet për dje ose për nesër, për pas nesër, duke harruar të tashmen. Nuk është e kollajt, jo po, është e beshme. Dhe këtë unë e di. Nuk besoj, unë e di këtë. Kalofshi mirë.